Kjo dallimi mes neve dhe të tjerëve. Ne kemi qëndrim të prerë. Ai ka rënë ndikimi i listës serbe apo jo, me që i fitoi komunat veriore dhe ato 10 komuna që ka garuar i ka fituar ato komuna. Së fundi e bë dhe betimi i tyre, simboleve, duke respektuar simbolet e Republikës së Kosovës, fotografinë e presidentës poshtë. Ne nuk është që kemi prit që me nxjerrna i kandidat komunitetit sërb që e mu listën serbe. Se njo që e patën në klokot në balotazh, e shantazhun edhe u detyru më tërhek. Apo kupton? Po, për neve, është me rëndësi që institucionet, simbolet, me u respektu edhe për tyne. Që kanë bo kësaj here. Edhe pse u bo propagandë, që nuk po i respektojnë, veç se ka harru fotografi i disa portaleve me këthy pak ma djallthas aparatin e ti fotografik. Në fund, u desht mas dite një media tjetër, me vërtetu që fotoja e presidentës është aty, veç se... Kishtë një deklaratë edhe nga Ramush Haradinaj, kur kërkon të reagim institucionet Kosovës dhe atyre ndërkombëtare për respektim të simboleve nga kryetarët e sapo zgjedhur të komunave në veri. Pa i se ka pos probleme me Radojqiqin, kura e ka pos si Medelinin e Kolombijës veriun, e ka pos si kartel të vetin, si territor të vetin e ka trajtu kjo fe kjo 10 shpije. Që thuti 10 shpije dikujna që s'ka opozitë zyrtare në shtetë. Këto thirrje, qëtu rrugat ka 1.100 euro paga mesatare, 500 euro pensioni. Këto janë këtë dëshira, bre. Ne besov dikush mirë, nuk e besoj, s'kem qa bujnë. Qështu është me... Dhe ju, me shka, postinoni të vitoni zgjedhjet sërish, zoti Bajrami, s'kemi par program, as në zgjedhjet e nëntë shkurtit? Jo, në zgjedhjet e nëntë shkurtit ke pos program. A keni prezentuar jo? Ke pos program, kemi prezentu një 2 orë në transmitim direkt. Nëse do... Disa fjali, por jo program si shkanë bërë në tjera politike. Ta bie edhe programin se e poshtë në zyret partisë sot në mëngjes e poshtë. Për këto zgjedhje keni bërë gati? Jo, për edhe në fillim të vitit në zgjedhjet e shkurtit, ta sjellë edhe ato. Sikur programin për ushtri, 1 miliard euro investime për 4 vitet e ardhshme. Sikur atë për bujqësi, sikur atë për grantet për bizneset prodhuese, sikur banimin e përballueshëm, sikur ndërtimin e spitaleve në qendrat e mëdha si Ferizaj, e Mitrovic, e të tjera, të gjitha këto janë në program. Veç se tash, edhe kur fillon fushata, mundin me po, edhe sjellje të reja të cilat kanë mujt me dalë sipas nevojave që kanë lind gjatë këtyre 9 muajve. Vetëm vetëvendosja bën program, se programi është i bazuar në atë çfarë mund të arrihet. Këto partit e tjera e ki po që shtojnë, si të shojnë që vetëvendosja ka me bo pogën minimale 425 euro, këta thujnë na 450. Dyqysh kanë qef më të mujt me një 25 euro ma shumë, një 30 euro ma shumë. Apo kuptan, e kam një shumë e rëndësishme, e kam një Bedri Hamzën të full një natë për rëmojsa, për cunga, dishka, umë ne keme shpjegu dishka në ekonomi, tha, kur jem konone, tha, normat e interesit bankari në konë, tolta, 3%, dyqysh, tu do ke që s'ke jetu në